japat drejt, kërkush nuk ta japat drejt, jo veç Kosovë, po kërkon. Kur jemi tek zoni janë Nagavci, zotri Arifi, se ma kujtuat edhe një deklarat tjetër të saj, kur flitet për emrin e Ramush Haradinajt si president, sepse sa herë që përmendet edhe kjo pozitë, përmendet edhe emri i zotri Haradinajt. Sipas lëvizjes vetëvendosja, nuk është se mund të flitet për Haradinajn si president për shkak të gjuhës që ai ka përdorur ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurtit. Po pse e ka pasur fjalën për akuzat të cilat i ka bërë duke quajtur njëri të Serbisë. Kjo është me shkundashën pa thirr kurkush. Kurkush të ka vetë në Arabëri Nagavcin nga Alianca apo nga partitë opozitare çka mendon për këtë temë. Ramush Haradinaj ka shpreh gatishmërinë me partitë opozitare me qenë kandidat i tyre, por nuk e ka lyp aprovimin, as nuk e ka lyp mendimin e Arabëria Nagavcit çka mendon për këtë proces. Nuk është punë e saj, sepse tek e fundit ja ka lyp votën, as asaj as Albin Kurtit, dhe Ramush Haradinaj nuk ka pas gjuhën e fyese. Ai ka me bindje. Ata le të merren më shumë me bindjet e zotit Haradinaj, si sa nuk është në kulturën e Ramushit për një kohë të gjatë, ai mundet me pas një incident